Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një vlog të ri. Unë jam Wendy dhe ky është kanali im në YouTube. Kam ardhur në Tiranë sepse sot kam punë për sërin e dhëmbët. Do marr masën e dhëmbëve përfundimtar. Kam një qikë bicikletë të më provokon të të vjella, radhën e parë. Por sot ta marrë një kokë që më tha doktoresha, të shpresam që do shkoj çdo gjë mirë. Po iki, se në 11 që shka takimi, nga me qetë, sepse doktoresha ime është super mirë, nuk kam dje fare dhe një deri tani. Para shpesë qyshi dhe qysha të lartë, se dhe shikojmë pak reagimin e tyre dhe që t'i takoj. Shkret. Që ti more? Ha? Këshka? Jam e gjyshin tim të bukur dhe tani po presim në fugon për të dalë nga lartë në qytet. Kam gjyshin tim të bukur. Kjo është e shikojnë. Po dalim do pim një kafe. Ja, ta pim aty te pjaca. Kemi ata e ndizin ata. The world's greatest authority in modern dancing. Perfect. Në ka se bushi do na japi bushi një drek. Ku jemi bushi këto? Pa, jemi në Bezh. T'ju tregoj pak vendi. Mirë, si ka dhënë. Mirë. Brenda do vi marrë se shkres. Ja se ka shqeqesh. Tu vjen babi gjithmonë që ha drekat. Apo shkon gjinuk. Si shpëtoj gjinuk? Gjinuk. T'ju tregoj pak që çfarë blem sot. Atëre, tu kemi marrë biskota blanco për goca. Mora një shampo, edhe një balsam për kaçorelo, më thanë që kjo ka dalë e re dhe hajtë, thash ta provoja. Pastaj kemi marrë dy monta, në të të rëndërit, që të kanë qënë të preferuarat e mia. Kemi marrë për goca, me perime dhe me mish lepuri. Pastaj mora për skincare-in tim. Ta marrë nga L'Oreali një collagen specialist Algae Correcting Serum. Një serum me collagen. Ka marrë nga Garnier vitamina C me SPF+. Ka marrë këtë që ishte 3 në 1, mask, scrub dhe larë.
edhe hidratantin nga Garnier. Po, bën diku peka. Sa bën ka markuetë. Pecata? Kam në gjeta leve. Po bën diku të 600.000 lekë. Kemi ardhur sot me babën dhe me Selenën, këtu ku kemi pas bërë ditëlindjen e Selenës, se keni një lokal, por është shumë bukur. Ju a tregova, është super, fare. Tani do pim dhe një kafe, edhe do ikim. Tu bën dasma, bën stose, bep. Që do shkojmë këtu ku zakonisht pihet kafe normale. Ja, ku I kam të të dy. Ela! Buli. Ela! Bukuri! Ja, se të vi. Tu ishte ideja ime Të përve gjuni më gjatë, më gjyshi. Të darke, do të super bukur. Kjo kutia këtu është një krepa, ka marrë Lidia, normalisht. Me Nutella dhe me banane, edhe biskot. Atëherë, sot ndodhem në Tiranë, dhe sot bëra provën e parë të dhëmbëve. Tani do bëjmë dhe një provë tjetër të fundit, përpara se t'i ngjisim, përpara se t'i vendosim përfundimtar. Dhe ishin super të bukur, dhëmbët e mia, unë I bëra zirkon, ishin super të bukur, kanë dalë një perlë e vërtet. Edhe ngjyrën e kemi goditur së bashku me doktoreshën, dhe kemi bërë super, kemi bërë një punë super të bukur. Që do ta shikoni
përfundimi kur unë të hedha ato videot e bukura. Tani kam akoma provizorë edhe duhet t'i laj tani se është darkë dhe duhet t'i laj dhëmbët dhe do t'ju tregoj dhe skincare-in tim, sepse kam blej një linjë skincare të thjeshtë e Big Marketi e bleva. Vetëm për këto di që jam tu, sepse kisha arruar të merja nga Italia në vete. Dhe, okej, hajt më i mora. Nuk e di sa të mira do jenë, apo qyshte, për se si, unë po i bëj që të mos ngelen pas skincare, sepse kur të kthehem duhet të blej të tjera në Itali, domethënë. Ato që unë përdor gjithë kohës. Atere, filloj në dhëmbët. Doktorisha më tha që kjo pasta që ka unë është super e mirë, është shumë e mirë. E ka emrin Parodontax dhe është super mirë më tha, sidomos për mishrat e dhëmbëve. Ka një konsistencë, tani sa po bëj reklam pastë, do ka një si gjithë tjerët. Po ishte e mirë, tha doktoresha. Unë e mora të më kapidora në dyqan, por gjithsesi, ja. Ka këtë pamje. Edhe furca, duhet të jetë gjithmonë furcë soft, e butë për dhëmbët. Ja, të forta, të ato të mesme. Më vdiqa, se kukëri sot më ndodhë, më ka dhe një kuqe këto për brënda, edhe më super dik shumë buza, që ne s'kemi punuar me dhëmbët poshtë fare. Mua, kjo, e dhëmbëve poshtë më dhem, kjo lartë jo, më dik shumë buza, dhe këtë një fucë në gjatë. Edhe të njësa po të mbarë për para se të shrijem, do t'a bëjmë pak mjarë. Atëherë, doktoresha më ka thënë që të përdor edhe të Curacell. Kjo rekomandohet për të ndihmuar në riparimin dhe hidratimin e mukozës së trajtuar, duke garantuar kështu suksesin e procedurave periodontale dhe dentare, duke sjellë rezultate më të kënaqshme për pacientët, veçanërisht kur përdoren në situata si lëmimi i kanalit të rrenjës, gingivitë i rënd, gingivitë e periodonti, kirurgjit në lazer dhe grafitet e mishrave të dhëmbëve. Pra, shkurt fare kjo ndihmon në shërimin e mishrave të dhëmbëve. Ka klorhexidin dhe acid hyaluronik. Dhe duhet të thënë që kjo mi ka mbajtur shumë e mishrat e dhëmbëve, më janë qetësuar shumë. Edhe unë duhet të thënë që dhëmbët e mi unë po i bëj për një muaj, asë një muaj jo. Edhe kjo me të vërtetë më ka ndihmuar shumë në qetësimin e mishrave të dhëmbëve. Edhe vetëm kaq, sepse duhet thënë që mishrat duhet të jenë të qetësuara, duhet të jenë në gjendje të mirë kur përpara se të punohet. Dhe hedhim pak me një gjysmë gote, do të hedhim shumë pak me sy nga kjo. Okej. Unë sot po hedh pak më shumë se punuam edhe pak sot në dhëmbi. Në dy dhëmbët e parë i gërujem edhe pak sot, pra ato detajet e fundit. Edhe tani duhet të bëjmë gargare. E marrim, bëjmë gargare dhe e derdhim dhe nuk duhet në fund fare, nuk duhet që ta shklajmë gojen. Sepse në këtë mënyrë bën efektin e vetë. Tani ndërkohë që unë do mbaj këtë, më falni, por duhet që ta mbaj pak në gojë, ndërkohë që unë do të mbaj lëngun në gojë, që të bëj gargare. Do ju tregoj, apo të tregoj tani, po, do t'ju tregoj tani
që të mundem të flas, pastaj aplikimin do të shikoni. Atëherë, kam marrë nga Garnier një hidratant me aloe vera dhe acid hyaluronik. Është këtu nga Garnier. Pastaj kam marrë këtë Larës, scrub dhe mask, janë 3 në 1. Pastaj kam marrë këtë vitaminën C që është me SPF50 dhe SPF nuk vendos tjetër, do me thënë sepse ka këtu brenda. Tani, do të shikoni aplikimin si do ta vendosu, por unë normalisht nuk duhet të flas, sepse më duhet të mbaj edhe lëngun në gojë në mënyrë që të bëj efektin e vet. Fillon. Atëherë, pasi e kam mbajtur për 3 minuta, do ta shplaj edhe do të vendosim hapin tjetër. E shplam produktin, tani do ta fshij fytyrën duke e palpuar, jo duke e fërkuar. Pasi të mirë fshirë fytyrën, do të marrim serumin nga L'Oreal, i cili është me kolagjen. Dhe do të hedhim nga një pikë hedhun, pothuajse në gjithë pjesët e fytyrës. Në me thënë, një pikë këtu, një pikë këtu, një pikë këtu, për ta mbush edhe pak. Në shto të bjerë. Një këto. Edhe një këto. Në fund do të hedhim edhe pak një pikë të qapa. Okej. Njofton për mendimin tim. Ka që është qip tepër. Këtu nuk e dotun edhe e të kishti. Okej. E përhapi në qafë. Okej. Tani të mund të rrim gati 1 minutë të mbanë, sa ta përsëri lëkura, edhe do të vendosim hidratantin. Atëherë një ti marrim hidratantin, edhe e hidratar. Ka këtu, hala shumë atë në. Okej. Në fund edhe pak të shapa, në të shumë shumë. Këtë rutinë unë e përsëris edhe në mëngjes, vetëm se në vend të kolagjenit përdor vitaminën C me SPF. Pra, bëj në mëngjes larsin, në mëngjes bëj larsin, vë hidratantin, të cilën e kam këtu, edhe këta në fund. E jam okej. Vitamina C është në trajt kremi, nuk e kam serum, kështu që jemi shumë okej. Unë do vazhdoj do të mbaroj lëngun për lëngun e lëngëve, dhe bajtë që jemi në klipet e tjera.
Qui le sfiteri io.